Nga Austria erdhi për në Kosovë. Mërgjimtari Ramadan Shkreli erdhi këtë premtë në vendlindje, por që vizitën kësaj radhe ka për një arsye specifike. Ndonë se biletën e mori më shtrajnë se zakonisht, kjo nuk e ndaloi që të vijë për të kryer një obligim të tij. Vetëm për zgjedhje, për 3 ditë. Po besoj si ta bëjmë një qeveri, mos presim më gjatë. Kjo është dëshira jeme, të ecë Kosova përpara. Po sigurisht normal, gjithë është shtrajtimi puna si janë tash të festat. Se marr për shembull kur s'ka festa, marrin në shkurt janë orën shumë tjera. Edhe dikush që erdhi në Kosovë nga Gjermania thotë se biletën e mori me çmim tjetër në këtë kohë. Jo, si njëjtë u nuk u kon diçka shumë ekstra ma shtrajt, po mirë është, nuk është keq. Kurse nga Gjermania erdhi dhe mërgjimtari Sadek Mula, i cili pret që Kosova të bëhet një vend më i mirë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Jo marr për kasellit Gjermanisë për vitri dhe shpresoj se ka më bo mirë në Kosovë. Ko marrë për festat fund vitit, po ma shumë për me votu. Ka viti 2026, shpres veç mirë. Tjetër sen, s'di që më një thonë, veç inshallah ndrohet pak kjo politika. Jo vetëm nga Europa, pati mërgjimtare dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për vitri vim gjithë, e për zgjedhje, kështu ashtu. Këtë vit ma shumë për zgjedhje se për vitri. Por jo të gjithë erdhen për të votuar, pati edhe nga ata që erdhen vetëm për vizitë. Vetëm për festa dhe mi familjarët pak. Televizioni ka provuar të marrë një përgjigje nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës lidhur me numrin e avionëve që aterruan në këtë aeroport 2 javëshin e fundit, por që nuk mori përgjigje. Mërgjimtarë të shumë në prag të festave të fundvitit ja mësyen Kosovës edhe me mjetet e tjera të transportit, kështu fluks këto ditë pati edhe në pikat kufitare.